Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 24 qershor të 2026. Duket se ndikimi më i madh për këtë ditë me Mërkurin në Kafore ndihmon shumë në lidhje me çështjet ekonomike financiare në bisedime që do të bëhen që përfitoni jashtëmase, sidomos nëse ne duam një takim të bëjmë tani e tutje, edhe nëse e kemi dhe si mundësi dhe si kohë, është një moment shumë i mirë për të nisur gjërat aty ku kemi lënë. Sidomos për juve të dhjetëçit parë të shenjës së ujit, siç janë gaforet, por ka një mundësi plus në anën e tyre. Kemi të bëjmë dhe me shenjën e akrepit. Akrepi në krahun tjetër ka bën me një çështje që të lën pezull dikur, por vjen një moment tani që zbulimi dhe ndryshimi më i madh që ka bëjnë ata në çështjet e punës së tyre, por një kontratë shumë e rëndësishme vjen për juve dhe ju ndihmon në lidhje me çështjet që zgjidhen nga problematikat dhe ndryshimet të mëdha që keni tani atutje. Nuk e diskutoj, nuk e dhe ndryshim, sepse 1000 arsye ka për të bërë që lidhet me punën aktuale, lidhet dhe me një çështje që kanë të bëjnë me udhëtimin, sepse akrepët e 30 që të shenjës së akrepit kanë mundësinë e mirë sepse presin një lajm shumë të mirë për sa përket kësaj dite, por megjithatë edhe pse pak me vështërsi, por pak rëndësi ka që realizohen gjërat, rëndësi ka që juve ja arrisni qëllimin tuaj mbi atë çka kërkoni. Kemi peshqit kanë mundësinë e një trajtimi ose një provim për të dhënë ose diçka që lidhet me punën, sepse ndikimi ju e dini shumë mirë, duhet pasur parasysh Mërkuri që është komunikimi baza dhe momenti i duhur mbi ato çka do të realizojmë. Është mirë që të ecim përpara, sepse nëse i lëm bazdore gjërat të lëna bazdore është pak vështirë që të mbledhim pastaj. Për na shikojni gjërat në detaje, do ishte më mirë për juve dhe më pastër për çështjet që keni, mundësitë që jepen dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Para se të filloj me parashikimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kur do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ros shkon atje. Më pas, duke zgjedhur një nga paketat që ne vi ofrojmë, shkoni tek sekretaria dhe aty jeni gati pastaj për të dërguar emailin dhe për të marrë drejt përgjigjen nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Tani pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat e merat. Do fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrit, me shenjën e kuptimit dhe të veprimeve, që do thotë shenja e dashit. Për juve të shenjës së dashit duket se ka të bëjnë ana ekonomike financiare, ka të bëjnë dhe disa ndryshime që janë shumë të vështira në një anë, por janë shumë pozitive në anën tjetër, sepse mbyllin një cikël shumë të vështirë në jetën tuaj. Dhe kjo është një nga mundësitë më të mira të mundshme mbi disa ndryshime dhe mbi disa takime që juve keni tani atutje, dhe është kjo periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese mbi ato që bëhet, ato që realizohet dhe është më kuptim plot për çështjet që juve keni dhe doni të realizoni. Dashuria duket se ka të bëjnë me një shenjë ajri, siç janë binjakët apo peshorja, po peshorja sidomos, i keni të gjitha mundësitë e zgjidhjes së problematikave dhe të mundësive që do të keni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që vërtet simbolizon mënyrën e komunikimit, simbolizojnë shumë gjëra për punë, karrierë dhe ndryshime. Simbolizimi i kësaj shenje, sepse Afrodita është ndikimi më i madh planetar, sepse jep mundësinë e një trekëndshi që bën me Saturnin, ku do thotë rëndësi, ku do thotë vazhdimsi e një pune shumë të rëndësishëm, për sa i përket nismat të reja që juve keni tani e tutje. Gjithashtu ka të bëjnë edhe me disa udhëtime pune, bisedime të rëndësishme, bisedime që kanë ndikimin e vet, kanë mundësinë e artë, dhe çështje të tjera, në çështje të shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë e diçit parë, ujortë dhe diçit të tretë është perfektja dhe jo problematika. Për sa i përket një dashuri bashkim familjar, unë do thosha që po është e mundur, po është një ndikim shumë i mirë, sepse lidhet shumë me shenjën e tokës, që është Virgiresha me Briçapin. Dhe këtu e keni mundësinë juve për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë mjaft surprizuese, ndikuese
dhe momenti i art që do të thotë shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, keni mundësinë sepse dhe shenjat përballë që ndikohen tek juve është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi atë çka doni të bëni dhe kohën e duhur për nisma të reja, sepse ka të bëjë shumë edhe me disa takime mjaft të rëndësishme, disa takime që vërtet është një periudhë tani, një periudhë që lidhet me komunikimin, lidhet me ndryshimin edhe shumë gjëra të tjera, sepse binjakët janë shumë të ndikuar dhe presin shumë gjëra në një kohë, por megjithatë, edhe pse kjo periudhë është periudhë ku do t'i shikoni vetë gjëra të rregullohen, të mundsohen, sepse duan apo s'duan të tjerët juve e nisni dhe keni edhe mundësinë mbi disa ndryshime, disa çështje pune të rëndësishme për kohën, për marrjen e vendime të rëndësishme në kohën e duhur, një moment mjaft i mirë i artë për zgjidhje të problematikave, për këto është koha e juaj. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Në çështjet që kanë të bëjnë nëse flasim për një udhëtim ose një kontratë pune, mund ta bëni sepse kjo është një nga periudhat më të ndikuara dhe pozitive për juve, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar për të gëzuar në këtë aspekt. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë e munguar, është një moment mjaft i mirë sepse është solid, është pozitiv dhe korrekt nga ana juaj sepse dashuria e munguar do të thotë lidhje binjak ujor apo binjak dash është një moment shumë pozitiv. Të vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rresatuese dhe një shans i madh që vjen drejt kësaj shenje, që është gaforja. Për gaforret duket se kanë ndikimin e tyre, kanë momentin mjaft pozitive, sepse kanë edhe disa ndryshime shumë të mira dhe tepër pozitive mbi karrierën, mbi ndryshimet, mbi vendimet që do të merren dhe ana pozitive dhe pozicionimi planetar që jep mundësinë dhe kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt. Jep një shans të mirë në ndikimin, sepse duke pasur parasysh Mërkuri në shenjën tuaj, u ndihmon akoma më tepër për nisma të reja, për ndryshimet që do të keni tani në tutje, edhe pse janë ndryshime të mbartura nga kohat e përparme, sepse e prisni për të bërë një ndryshim të tillë, por nuk u bë për arsye personi, por tani ka ardhur momenti dhe koha që juve t'i zgjidhni dhe t'ia arrisni qëllimin tuaj. Mënyra dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia që keni mundësinë tani e tutje, me sa duket ja keni dalë dhe keni mundësinë e mirë tani për të nisur diçka të re, dhe kjo bën që çdo gjë shkojnë mbar, çdo gjë të arrihet me suksesin dhe mundësinë tuaj mjaft se jeni shumë pozitiv edhe si shenjë, por edhe çfarë keni bërë, ja keni arritur qëllimin tuaj. Në dashuri duket se lidhjet afatgjatë janë me bërqapët dhe dishit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja zjarrit tani. Kjo është shenja e luanëve. Meqense luanët pozicionohen shumë mirë dhe kanë një mundësi mjaft të artë në lidhje me disa takime, disa bisedime janë të rëndësishme të kohës së tyre dhe momenti që kanë është periudha dhe ndryshimi shumë pozitiv, ekonomiko-financiar, vendime që merren, periudha kur ndodhin fenomenet dhe një mundësi tjetër që nga njëra anë mund të lodheni shumë, por në anën tjetër jeni shumë të fituar sepse do dini të zgjidhni mbi problematikat. Sepse zgjidhni çdo gjë dhe është koha juaj tani për të ecur përpara në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë dhe me ujorët dhe diçit të tretë, është periudha mjaft pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft e mirë nga njëra anë, e vështirë lidhje me punën për sa përket kësaj dite, që janë virgjëreshat. Marrim këtë fundit e vështirë. Pse? E vështirë sepse i keni marrë përsipër disa çështje pune, por koha është e shkurtër që ti mbyllni në afatin kohor që juve keni cikluar ose keni biseduar me personin dhe keni shënuar që po deri në këtë orë unë kam të mbyllur. Dhe këto gjëra i kanë bërë shumë sepse kur disa çështje që i themi juve jeni korrekt me punën që merrni përsipër dhe e kaloni dhe e çoni me sukses në fund. Por megjithatë kjo periudhë është periudhë kalimtare. Nuk është diçka problematike,
as ka lidhje me gjërat e tjera që do të ndikojnë ose do të arrihet. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe dyshit parë, me ujorët dhe dyshit tret, duket se është periudha dhe koha më e mirë e mundshme. Në lidhje me një bashkim familjar, për vjegjëreshën, duket se është me dëmtë dhe dyshit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Meqense peshorët duket se tani për tani kanë disa mundësi shumë të mira në lidhje me punën e tyre dhe çështjet aktuale, një çështje ligjore mund të shtyhet, por është në favorin tuaj. Në çështjet që lidhen me anën e dashurisë, këtu do të pasur pak kujdes sepse me binjak mund të grindeni, po janë grindje dashurie. Me ujor është një mundësi e artë, por varet sa jeni gati juve të përgjigjeni këtyre kërkesave. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrepët kudo që janë, kudo që ndodhen në lidhje me punën e tyre, në vështirësi, në lehtësi, në punë, në ndryshime, ndihmojnë shumë dhe këto janë ndryshime mjaft të mira se lidhet me pozitivitetin, me punën dhe karrierën dhe disa ndryshime të vogla që do të keni, është momenti më i mirë i mundshëm dhe çështjet afatgjat që keni tani tutje. Çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe dyshit parë, ujorët dhe dyshit të tretë, është një mundësi shumë e mirë, prandaj bini pas mos malini bazdore, sepse është koha tani, është momenti mjaft i mirë dhe shumë surprizues. Dhe shikoni edhe vetë, do të më kujtoni, nga tani e tutje me shikim parë gjithçka shkon mbar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, një shenjë shumë pozitive kjo është dhe mbetet shenja me ndikim të madh, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarët duket se edhe pse kanë pasur mundësinë ose ndryshimin e punës, të karrierës, të marrë vendime të rëndësishëm në lidhje me takimet, por koha tregon që nuk ka vetë për të shqetësuar këto, por për të rezatuar në anën ekonomike dhe keni ezaruar gjitha gjërat, sepse e dini shumë mirë tani që jeni në kohën tuaj më të mirë të mundshme dhe periudhën që ndodhin fenomenet, sepse gjithmonë shigjetarët kanë momentin, kohën e duhur, por bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Shigjetarët gjithashtu ndryshojnë dhe kanë ndikimin e madh në anën e tyre dhe pozicionimin e planeteve, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet me kuptimin e punës, në lidhje me takimet, me bisedimet dhe vendimet të rëndësishme. Çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me dash është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapit. Bricjapi, nëse do më thoshte se çfarë note merr ditën e sotme, nuk e diskutoj që 10-ën me yll, për arsye sepse ka mbyllur një çështje kaq të vështirë që lidhet me ligjin, një padrejtësi që është bërë, por e zgjidhin pikërisht tani. Dhe është ky moment tani, është kjo periudhë tani, që është periudha e zhvillimeve, e ndryshimeve dhe e korrektësisë suaj. Çështjet madhore financiare, biznesi është në mënyrë dhe mundësia mjaft e mirë dhe një periudhë që vërtet tani për tani ka kohën e vet për të bërë zgjedhjen e duhur, por edhe çështjet ekonomike financiare nga ana tjetër është momenti dhe periudha tani e tutje. Duke pasur parasysh edhe disa gjëra tjera që do të kenë ndikimin më të madh, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe dyshit parë, me ujorët dhe dyshit tretë. Me ujorët dhe dyshit tretë e keni mundësinë sepse keni zgjidhur disa probleme, kështu që bricjapët kanë mundësinë e dashurisë dhe të vendosmërisë. Por për ligjet një herë jeni shumë të pastër për të qenë dhe ndikimet më të mira që ju takojnë për të arritur qëllimin. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Ujorët e dashur, nëse koha ka premtuar gjënën dhe ju preton për disa gjëra, por megjithatë tani për tani është një moment mjaft i mirë, do thosha unë, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin e madh, po është momenti juaj. Kurse në çështjet e dashurisë lë pak për dëshiruar. Do kërkoj ndjes këtu, po mundoni që të ndani pak kohën, sepse këto largohen si larg. Dhe mundoni pak të jeni sa më korrekt me ato çka bëhet, sa më korrekt me atë çka juve vendosni dhe kërkoni me jetën dhe me vendimet që do të merrni. Po gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dyshit parë, me ujorët dhe dyshit të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese, mundësi, kohë dhe
vazhdimsi. Por me qenë se vazhdimsi, e lëm të vazhdimësia duket se tani është mjaft konkurruese për sa i përket punës suaj, për sa i përket disa problematika që keni pasur, por këto janë kalimtare që nuk e vën dyshim unë për gjëra që mund të diktojnë ose ndikojnë, sepse e keni mundësinë juve. Ju keni me një mënyrë komunikimi, bisedimi, ndryshimi, kështu që është në anën tuaj. Kurse në dashuri duket se me dëm të dishit parë, me ujor të dishit të tretë është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 24 qershor të 2026. Nëse dëshironi parashikimet të tajura, është pikërisht faqja roz astrolog.al dhe atje mund të shkoni tek sekretaria, mund të dërgoni emailin dhe pastaj bisedojmë bashkë se si funksionojnë shërbimet. Nga një rregulla, më të mirë një uroj. Gjithë mirat.